Çuna si jeni? Kjo ka një shtëpi oficerave, një shtëpi oficerave të kur. Ne kemi këthy në 2 lloje, banesë sociale dhe shërbime. Banesë sociale dhe shërbime për shërbime. Në do ketë 2 agjensi. Si jeni? Ka që një objekt i uzurpuar edhe nga shumë banorë, tash e kemi kthyer nga 35 familje që jetojnë, që janë në ndime për më mirë. Këtë sallë e kemi kthyer në shërbim të qenës kulturore të mirë, pasaj qenë që është marrë, ka aktivitetet ndryshme, po akoma nuk ka përfunduar, kjo është vetëm një model që kemi kthyer. Kjo është një për shërbime, këtejnë shkryje të banesë. Dhe i tobe së të dhe sistemohet gjitha. Shtajnë të përdojnë gjitha në nërmerë, në bordura, në rekta, njëse. Tu kanë qënë grudë. Kanë qënë. Në ndruar që kemi janë, kemi të të dhe kemi gënë në pjesën si qka që janë dikur, për që janë temë. Puna marë. Shëndetje, mirë se erdhe. Mirë. Si duket? Shumë mirë. Dyrët i pas ka... Dyrët që janë qikë të shkurtra, se janë kohës... Të në banesat adoptuara për familjet nevojë, pjesë e programit së social, ku pas që avë mundësin tjetër që dëmë të kalorë dhe pamadën, si pas programit që kemi për strehimi social për banesat në kosoturë. Hajde ullojnë. Kryeministri të falenderoj. Ullu zotin se të erdhën të ullëm pa... Ajo çfarë është ndryshimi i kësaj godine është fakti që në kadrin e parë është bërë dhe një qendër multifunksionale, po ashtu për herë të parë transformati do ketë edhe banesa të cilat i takojnë atyre grave të cilat janë të dhënuara në një moment të caktuar dhe menjëherë merren dhe rehabilitohen në godina të posaçme. Pra janë diku rreth 12 në numërim të cilat janë për te banesave sociale dhe këto janë marrë në zhvillimi punimeve, është mundësuar projekti që të jenë tani të disponueshme të banesa. Po dhe këto shumë mirë, ha? Shumë mirë, të falenderoj. Fitore, urime, bashkë, në kryetari, urime, matëishme. E falenderoj për punime që kanë bërë, shumë nga mi të knas, me drita, me ujë, me riskuptimeve. Shumë falenderoj, për para ishim katastrofë e gjatë. Tu ishit për para? Po ishte... Cop, ka qënë kryeministrit dhe kryetarit tonë të bashkisë motit, e falenderoj me zemër, na ka bo një, nuk e di se si me thonë. O zot, vetë fitore. O zot. Gjatë kohës që ka pas punime, familjet janë trajtuar me bonus shkrari, ka pas familje që kanë mbajtur të jetojnë të kafe afër. Falëshderit për këtij, o zot fitore, si pas zemra ta bëft zot, o zot. Objekti kishte problem që dëshmëria dhe restaurime, që dëshmëria është shumë problem. Po të rritë 2-3 vite, objekti rrezikohen internet dhe para edhe 3-4 baltë të binde. I njëjti ishte hoteli Uzines, që e kemi transformuar si këtë, ku aty janë 56 familje, dhe me 2 probleme të tjera. Ato edhe blevne, unë e bleu ministria, në esohen dhe si bashkiri, pas e bleu restaurime.
Edhe aty është bërë një zgjidhje goxhajme. Mati ka 300 familje kështu të tilla, që do të vështirë rreth 90% e sistemit. Vazhdojmë programin DRK në 3 pallate të tjera, në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, por procesi është goxhajme. Ne sapo kemi mbyllur thirrjen e projekteve për përmirësimin e banesave, ku qyteti i Matit apo gjithë qarku rezulton që ka aplikuar diku me 350 familje. Ato janë pjesë e seleksionimit të cilat përzgjidhen sepse ka disa pikësime, kështu që besoj për një 10 ditë do dalim në finalizimin e projektit se sa banesa do i nënshtrohen përmirësimit të banesave. Shumë mirë. Faleminderit. Takzoni edhe me shëndet. Po dhe marri njësa për... Fitore. Hajde, i marrë. Suksese o zot, s'ku pasë të apët zot, edhe ka për të fitu. Nusën e pasirmajt, tu ma. I marrë. Pa tjetër, po jenë Motore, po kush e auditër? Ne e auditër. Ne e punëtor. Punëtor demokrat. Ja, demokrat tjetër, shef? Ky është. Turë suksese. Muron suksese. Po murove ti suksese, ne më rregull jemi.